Data 22 prill njihet në gjithë botën si dita ndërkombëtare e tokës. Këtë ditë e festuan edhe të rinjët e Gjakovës, të cilët në mënyrë vullnetare morën pjesë në mbjelljen e luleve të lloj-llojshme në rreth rrotullimin e ri të qytetit. Ky projekt, i cili ka vlerën mbi 2.000 euro, është realizuar në patronatin e Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Kuvendit Komunal. Sipas drejtorit Shkumbin Kastrati, ky aktivitet shërben për të dhënë alarmin për dëmët që njerëzimi i shkakton pyjeve, lumenjeve, tokës dhe pasurive të tjera të natyrës, dhe të reflektojë e sensibilizohet për të ndaluar shkatrimin e mëtejshëm të saj. Do të mbillen diku rreth 3.000 fidane të ndryshme, kryesisht lule, shumë vjeçare, përgjatë rrugës UQK-s me rastin e kësaj dite. Kastrati shtoi se qëllimi i kësaj dite është angazhimi i të gjithë njerëzve anë mban botës në mbrojtje të tokës. Përveç mbjelljes së luleve u bë dhe pastrimi rreth rrotullimit e për këto u përkujdes kompania regionale e mbeturinave Qabrati. Pothuajse në çdo pjesë të qytetit janë bërë mbjellje të luleve, fidaneve si dhe rregullimet e parqeve, gjë kjo e cila ka bërë që qyteti i Gjakovës të duket më bukur dhe qytetarëve të ju ofrohet një mundësi e mirë për të relaksuar. Nga ana tjetër, në gjitha shkollat e komunës së Gjakovës, në orët e para është folur për ditën e tokës dhe në orët e fundit nxënësit janë angazhuar për mbjelljen e luleve dhe fidaneve.